Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar shikues, ju ftoj të na ndiqni në këtë edicion qendror informativ të News 24, fillimisht që njohim me titujt kryesor. Dosja Partizani rrëzohen kërkesat e Berishës për ekspertët, nesër vendimi për kalimin ose të çështjes dhe për gjykim. Rëmbimi dhe zhdukja janë prengës, Dritan Rexhepi dëshmon për herë të parë në GKK mohon përfshirje në krim. Vrau vajzën e tij në Tiranë, arrestohet në Liban 49 vjeçari palestinez Fadi Alwan. Trupi i Papa Franceskut vendoset në Bazilikën e Shëmpjetrit, homazhi në nder të tij deri të premten. Të votosh kënetën politikisht, Jautik Rama kërkon ndjes për deklaratën e tij që shkaktoi reagime. Berisha, fushata e Partisë Socialiste s'ka asgjë njerëzore, Rama flet si Nureddin Dumani në gjyq. Kosovë dështon për herë të 5 konstituimi i kuvendit, Albulena Xhiu nuk merr sërish votat për kryetare. Jemi tani më gjërësisht, gjykata e posaçme nuk mori as këtë të mërkur një vendim për kalimin ose jo për gjykim të dosjes Partizani. Me anë të një vendimi të ndërmjetëm, gjykata rrëzoi të gjitha kërkesat e avokatëve mbrojtës për pavlefshmëri të akteve të dosjes dhe akteve të ekspertimit. Mbrojtësi ligjor Sali Berishës e konsideroi vendimin të paligjshëm. Kur pritej një vendim për kalimin ose jo të dosjes Partizani për gjykim, ku i pandehuri kryesore është ish-kryeministri Sali Berisha, gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka marrë një vendim të ndërmjetëm, duke rrëzuar të gjitha pretendimet e të akuzuarve. Në seancën e kësaj të mërkure, GKK rrëzoi kërkesën e avokatëve për pavlefshmëri dhe papërdorshmëri të akteve të dosjes dhe pavlefshmëri të akteve të ekspertimit financiar, për të cilat mbrojtësit ligjor të pandehurve pretendojnë se janë kryer nga ekspert të paligjshmësuar. Në të njëjtën kohë, avokatët e konsiderojnë të paligjshëm vendimin e ndërmjetëm dhe kërkuan kohë të konsultohen me klientët e tyre. Kjo u bë shkak që seanca të shtyhet për të njëjtën në orën 13, ndërsa avokatët pritet të paraqesin kërkesa paraprake. Neve nuk mund të kërkojmë të njëjtat gjëra që kemi kërkuar, ato janë shtruar. Plas kërkesa procedurale që mund t'i kemi. Unë kam kërkuar kota çmoj këtë. Jam i paqartë në lidhje me këtë vendim gjyqësor, sepse procedura penale është e shkruar e zezë mbi të bardhë. Avokati Gjokutaj, që mbron interesat e ish-kryeministrit Berisha, nuk bëri me dije se cilat ishin këto kërkesa, por la të kuptohej se edhe nesër mund të mos ketë vendim përfundimtar për këtë dosje. Pavarësisht se kanë kaluar 6 muaj nga afatet, ende nuk është marrë një vendim nga gjykata për kalimin ose jo të dosjes Partizani për gjykim. Ish-kryeministri Berisha ndodhet aktualisht në masën e sigurisë detyrim paraqitje, ndërsa dhëndri i tij Marbra Maltezi u hetua në masën arrest shtëpie. SPAK ka vënë në akuzë Berishën në lidhje me privatizimin e ish-kompleksit sportiv Partizani gati 2 dekada më parë. Berisha është në hetim për veprën penale të korrupsionit pasiv, së bashku me dhëndrin e tij Marbra Maltezi, i cili akuzohet nga SPAK se ka përfituar të ardhura në vlerën 5.4 milion euro nga një biznes ndërtimi në formë të parregullt, fal vendimeve të qeverisë të marra nga vjeri i tij. Në gjykatën e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit u zhvillua seanca në ngarkim të kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Velie, ku prokurorët e SPAK kanë paraqitur një përmbledhje të hetimeve 2 mujore. Sipas prokurorëve të SPAK, janë kryer 114 veprime hetimore, duke përfshirë kontrollin e celularit të gardianit që shoqëronte Velien, si dhe marrjen e dëshmive. Avokatët e Veliet kanë kërkuar ndryshimin e masës së sigurisë për Velien, por gjyqtari Erion Bani ka refuzuar. Gjatë seancës, përfaqësuesit e SPAK kanë kërkuar që masa e sigurisë arrest me burg të vazhdojë. Velia u arrestua më 10 shkurt 2025 në akuzën e korrupsionit pasiv në të paktën 9 raste, si dhe pastrimit të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale. Ndaj bashkëshortes së tij, SPAK thotë se rëndojnë akuzat korrupsion pasiv, pastrim parash dhe fshehje pasurie. Po ashtu GKK la në arrest shtëpie biznesmenin Elman Abule, duke refuzuar edhe kërkesën e tij për lehtësim mase. Prokuroria e posaçme ka shpallur pretencën për të pandehurit e dosjes 5D fraksion 2. Në këtë dosje të pandekur janë ish drejtoresha e klubit Tirana Debora Keqi, Teuta Guri, Reinaldo Gjerazi e Jetojnë Mera, të akuzuar për shkelje të barazisë në tendera.
Prokuroria e posaçme i ka kërkuar GKK dënimin me 1 vit burgim për ish-drejtoreshën Debora Keqi, e cila për shkak të gjykimit të shkurtuar përfiton 8 muaj burgim. Për të pandehurit Teuta Guri, Reinaldo Gjerasi dhe Jeton Mera, Prokuroria e posaçme ka kërkuar dënimin me 9 muaj burg. Në aplikim të gjykimit të shkurtuar reduktohet në 6 muaj. SPAK ka kërkuar për 4 të pandehurit heqjen e të drejtës për të ushtruar funksione publike për 5 vite. Ndërkohë palët mbrojtëse kanë kërkuar kohë që të përgatisin mbrojtjen dhe seanca radhës u caktua më datë 8 maj në orën 12. Drejtari Rexhepi dëshmoi për herë të parë në gjykatën e posaçme duke mohuar çdo përfshirje në rrëmbimin dhe zhdukjen e Jan Prengës. Ai deklaroi se në kohën e ngjarjes ndodhej në burg në Ekuador dhe nuk kishte asnjë lidhje me të akuzuarin Gentian Doçi Funiqi. SPAK paraqiti komunikime të reja nga aplikacioni Sky CC, të cilat sipas prokurorisë provojnë rolin organizator të Rexhepit dhe bashkëpunëtorëve të tij. Drejtari Rexhepi është rrethyer për herë të parë përpara drejtësisë shqiptare dhe ka dhënë versionin e tij lidhur me akuzat për rrëmbimin dhe zhdukjen e Jan Prengës. Në gjykatën e posaçme ai pretendoi se nuk ka asnjë njohje dhe lidhje me Gentian Doçin Funiqin, i akuzuar si bashkëorganizator në rrëmbimin dhe zhdukjen e trupit të babait të 3 fëmijëve. I pandehuri Rexhepi tha se në kohën kur ka ndodhur ngjarja në janar të vitit 2020, ndodhej në burg në Ekuador ku vuante një dënim me 13 vite për trafik droge. Me Gentian Doçin Funiqi nuk kam asnjë njohje. Që akuzohesha për rrëmbimin dhe zhdukjen e një personi e mësova nga familjarët e mi. Jam i gatshëm të përballem me vëllain e Jan Prengës, tha Rexhepi. I pandehuri këmbguli të dinte se mbi çfarë baze është akuzuar. Kam të drejta në këtë shtet, theksoi ai. Pas dëshmisë së drejtarit Rexhepit, SPAK paraqiti si prova të reja në proces komunikimet në Sky CC. Ndonse bisedat e zbardhura nuk u lexuan në këtë proces, sipas prokurorisë së posaçme janë komunikime të vitit 2020 mes drejtarit Rexhepit, Gentian Funiqit dhe Altin Hajrit, që tregojnë dinamikën e ngjarjes, mënyrën se si kanë vepruar këta persona për rrëmbimin e Jan Prengës. Drejtari Rexhepi po gjykohet në të njëjtin proces me Gentian Doçi Funiqin, Korrado Gështenjen, Aldo Majnishtën, Martin Bletën, Artan Docaj, Geraldo Martini. Jan Prenga u rrëmbye në Kamës nga 4 persona dhe u dërgua në garazhin e kompleksit Golden të Altin Hajrit, ku prej andej u zhduk pa gjurmë. SPAK akuzon Rexhepin dhe Funiqin si organizator të rrëmbimit, pasi vëllai i Prengës kishte vjedhur një sasi të madhe droge në një port në Britaninë e Madhe. Edhe pse një pjesë e drogës u kthye mbrapsht si dhe u paguan shumë para, pengu nuk ju dorëzua familjes. Paralelisht në këtë proces, në gjykatën e posaçme po gjykohet edhe Altin Hajri, si dhe veçmas Festim Beçdili, kopshtari i Golden Resort. Është arrestuar në Liban palestinezi që dyshohet për vrasjen e vajzës së tij në Tiranë, ngjarje ndodhur 2 muaj më parë. 49 vjeçari dyshohet se gjatë qëndrimit me të bien 24 vjeçare në Tiranë e vrau me thik në banesën ku jetonin me qera dhe më pas u larguar. Shqipëria s'ka marrëveshje ekstradimi me Libanin, por për rastin në fjalë do shfrytëzohet një konvent e veçantë. 2 muaj ka zgjatur arratia e 49 vjeçarit Fadia Luan, i cili vrau në Tiranë në një apartament me qira në rrugën Gjon Muzaka, vajzën e tij 24 vjeçare palestineze Ryan Aluan. 49 vjeçari është arrestuar në Beirut të Libanit dhe pritet ekstradimi i tij në Shqipëri. Policia njofton zyrtarisht se në kuadër të hetimeve të thelluara nga strukturat e policisë së Tiranës dhe në bashkëpunim të ngushtë me Interpol Tiranën dhe Interpol Beirutin është bërë i mundur lokalizimi dhe ndalimi në Liban i shtetasit Fadia Aluan 49 vjeç. Shqipëria nuk ka marrëveshje ekstradimi me Libanin, por kur bëhet fjalë për vepra të rënda penale, është një konvent që mund të përdoret për të realizuar ekstradimin. Sipas së dhënave hetimore, ngjarja ka ndodhur në muajin shkurt të vitit 2025 në një apartament në rrugën Gjon Muzaka, ku dyshohet se Aluan ka vrarë me mjet prerës vajzën e tij Raya Aluan. Trupi i vajzës palestineze Ryan Aluan, e cila u vra nga jati në banesën e marrë me qira në Tiranë, është tërhequr nga të afërmit e saj disa ditë më parë. Trupi 24 vjeçare së vrarë bëhet me dije nga grupi hetimor se është tërhequr nga tezja e saj. Ryan Aluan u masakrua me thik nga babai i saj Fadia Aluan. Personi i fundi që ka komunikuar me viktimën ka qenë i dashuri i saj libanez, të cilin e ka njohur në Gjermani. Mësohet se ai punonte në një supermarket në Gjermani pranë restorantit ku punonte Ryan. Në komunikimet në WhatsApp, i dashuri 24 vjeçares shprehet i shqetësuar sepse ajo nuk i kthen përgjigje, ndërsa Ryan i kërkon që të kujdeset për veten. Biseda e fundit mes tyre është zhvilluar në datën 19 shkurt, ndërsa pas këtij momenti viktima nuk i ka kthyer më përgjigje partnerit të saj.
Trupi i saj i pajet u gjet në apartamentin në rrugën Gjon Muzaka, më 27 shkurt disa ditë pas krimit. Ndryshëm temën e informacioneve, Kryesocialisti Edi Rama kërkon ndjes për deklaratën e tij sipas së cilës të votosh kënetën politikisht je autik. Mirëmbrëma, është vonë, por nuk mund mos e ndaja dot këtë reflektim. Të gabosh është njerëzore, ndërsa të mos kërkosh ndjes kur gabon nuk është burrore. Krejt pa dashje, sot kam cënuar fëmijët autik dhe me siguri kam lënduar prindërit e tyret duke folur për autizëm politik. Shprehja që diku më ka mbetur në mendje sepse është përdorur shpesh edhe në literaturën politike akademike, e më doli sot krejt pa dashje, por ja që u desh të gaboja, që pastaj të mësoja, se prej vitesh konsiderohet e papërshtatshme dhe në fakt me plot të drejtë. Prandaj kërkoj ndjes dhe u garantoj se kam jo respekt, po admirim për ta e për të gjithë prindrit e fëmijëve me aftësi veçanta ose speciale, siç i quajmë, çka dhe më ka shtyr të nxjisë dyfishimin e mbështetjes tyre nga qeveria, gjë që e kam thënë në më shumë se sa një rast kohët e fundit dhe do të jetë pjesë e projektit buxhetit të vitit 2026. Ndërsa lehaqenjeve që i kam nga pas dhe që u kapën pas fëmijëve autik si mbytur i pas fjes barit për të fituar në një pik në sytë atyre prindërve të nderuar, u jap fjalën se kjo do të jetë një motiv më shumë që ta shpenzoj çdo energji timen deri 11 maj që t'u japim mësimin më të merituar për të gjitha prapësitë e tyre të panumërta në kurrizë të këtij vendi dhe në kurrizë të këtij populli. Mirë, do ndjekim tani një takim të zhvilluar pak më herët nga nisma Shqipëria B dhe Adriatik Lape me qytetarët. Ndaj them pra, ajo ju përfshin ju me zero të atin fitimi, sepse duam që këta që kanë ngel të mos ikin më nga Shqipëria. Kjo është idea. Faleminderit. Nën, si të kam? Mirë? Mirë je? Për bizneset si ju, që nuk e kalojnë xhiron vjetore 200 milion, ju se arrini, po them, ne kemi marrë fund fare. Po, tatimi mbi fitimin do bëhet zero. Sepse duam që ju të punoni të mbani familjet, kaq. Na jepni një mundësi rinis ta bëjmë. Po rinis pra nis, ju. Shikojeni. Inshallah na. Ha më zë, si e? Mirë. Mirë? Ha më s'ka që se... Hiqe ato. Aman, hiqe se... Hiqe ato. Aman. Sukses. Ndaj duhet i heqim këta ne, që të mos keni më frikë të dilin në televizor. Jo, me se kemi frikën për Faleminderit. Mund të mbarë. Jeni shtu shumë, po shumë partijë, po. Se dim se kujt e japim dhe kur bëhen shumë. Kujt do të dëj shpirtin? Po se dim kujt e japim, gjithë e kërkojnë, tash ç'të them. Tani, një gjë është e sigurt. Këta që ja u keni dhënë nuk e meritojnë më. Nga këta të rinjt ku doni ju. Hajde. Apo si thash mi? Po. Këta të tjerët më shajnë mua, unë bëj fushat për këta. S'ka gjë. Apo jo? Në simbios. Tregojmë vetëm. Lere dhe dise, ti vetë ai. Si jeni? Si e? Mirë, sere. Për bizneset si ky joti, me xhiro deri në 200 milion, se jam i bind që se kalon, e kemi zero të atim fitimi. Shikoj një. Na jepni në të rinjve ta provojmë një. Ku ta gjejmë ju të rinjë fleksh më. Si e, moj zonjë, si e? Si kalove? Ta merrni dorë. Mirë je. Hajde, urime inshallah me fitore. Të lutem lexoje. Do ta lexojmë, do ta lexojmë. Për biznese si ty, bëhet zero çdo gjë. Inshallah, hajde, inshallah se Jo për fushat, është realisht kjo. Inshallah. Hajde.
Si jeni? Mirë. Si kaluat? Mirë, faleminderit. Ta dhanë programin? Jo, s'tamam, po Bën biznes këtu? po, vetëm shoqë. Për biznese me xhiro deri në 200 milion që besoj nuk i bëni në vit. Asnjëherë në botë. Do ta bëjmë zero çdo gjë sepse duam që ti dhe të shoq mos tikni nga ky vend. Faleminderit. Me radhë të gjithë foluni, se mos u flas dot gjithë. Unë e mbarë zotëri si jeni? Si je? Si të kam? Qa bën? Mirë je? Mirë. Si je zonjë? Gëzojë. Mirë keni qenë? Mirë, shqyri zotë mirë. Mirë. Na jepni një shans ta ndryshojmë. Shiko, Sigur. për biznese dhe në 200 milion xhiro që ti si bën kurse unë e shoh çka ke këtu, do ta bëjmë çdo gjë zero praktikisht, sepse duam që njerëzit që punojnë për të mbajtur familjen të mos ikin më nga ky vend, të krijojnë jetesë. Po as mos t'i bëjmë barr shtetit, jo po ndihma ekonomike, jo po dua punë, jo po ai ju punoni. Duhet me i marrë lekët aty te ata që bëjnë resorte, jo se ata duhet i ndëshkojmë. Po sepse duhet shoqëria të krijojë ca balans, se dhe ata pa popull nuk u bën më punë në Shqipëria. Faleminderit. Faleminderit shumë. Vajmë do të përgjithësi se nuk ta pranon. Do më rash. Do të rra për zonë, Hajde. do të rra. S'kemi. Si jeni urime. Faleminderit. Tani unë dua ta lexosh këtë. E kam E more? mora. Shiko ku e paska, shiko. Kam një vrejtje. Dy. Më bëj dy. Për zonin. Pse ore nuk u bashkua do burrë? Po sa luftova una që ti bashkoj. Ndoqëm të takim të Adriatik Lapaj me qytetarët dhe bizneset në Tiranë, vijmë tani me të tjera informacione. Në një takim me fermerët në Berat, kryeministri Rama ka prezantuar një instrument të ri financiar për të lehtësuar aksesin në kredi për bujqësinë. Ai u ndal edhe te procesi i integrimit evropian, të cilin e cilësoi si një mundësi historike për vendin. Në Berat, ku ishte i pranishëm në një takim elektoral me fermerët, kryeministri Rama prezantoi instrumentin e ri financiar për bujqësinë, duke theksuar se qeveria është vendosur të mbështesë çdo fermer që ka nevojë për akses më të lehtë në kredi. Sot më vjen shumë mirë që kemi në dispozicion për ju një instrument të ri financiar, 250 milion euro, një linjë financimi inovative e Bankës së Shqipërisë, e cila ju mundson të gjithë sipërmarrësve në fshat që të marrin kredi me 70% kolateral të garantuar nga shteti. Duke folur për integrimin evropian, Rama përdori një metaforë për treguar rëndësinë që ky proces ka për vendin dhe për sektorin e bujqësisë. Na duhet ta kapim dhe mos e lëshojmë këtë shans për Mustaqit e Çelos. Na duhet të fokusohemi tek ky shans dhe t'i bëjmë zmetin këtij shansi që të mbarojmë negociatat në Bashkimin Evropian, të bëhemi antar të BE-s dhe të kemi një frymarrje komplet tjetër. Është si të vësh mushkëri të reja, apo ju them, dhe të vraposh me një shpejtësi shumë herë më të lartë se sa ajo që ti arrin edhe me gjithë sforcon e me gjithë stërvitjet që bën. Kryeministri nuk i kurseu batutat me pjesëmarrësit, përfshirë një qytetar me bindet djathta, me të cilin pati një debat të lehtë për meritat e progresit në bujqësi. Mund të ta heq ty atë fiksimin që ke. Po, avash. Më duhet edhe pak kohë, po sta shkula kështu si tap, atë që të hapesh dhe të marrësh ajër, të bëhesh shumë më i lezetshëm, ma mend se po them. Jo, nuk ta jap mikrofonin. Kush ka, lërë mund tash se do merrem me ty. Shikoj, jam në presion të madh nga njerëzit që më duan dhe më mbështesin, sepse janë shumë mërzitur që më thonë mua, po pse merresh ti vetëm me këta? Se unë edhe kur dal atje në Facebook merrem me ata që nuk janë tanë. Edhe tani po merrem me ty, ti si e joni, më vëlla, leje më boll tash, nuk. Thumbat për opozitën nuk munguan as në Berat, ndërsa Rama e ka konsideruar këtë moment si një shans historik që Shqipëria nuk duhet ta humbas. Në vazhdimën e takimeve elektorale do shkojmë tani sërish në Berat, aty ku kryeministri Rama po zhvillon një takim me gratë dhe vajzat atje. Për të dëshmuar, jo thjesht mbështetjen, po për dëshmuar për kushtimin tuaj në këtë betejë për historinë, Bufi Knetës nuk i mbledh dot burra e gra në të gjithë qarkun e Beratit. Po më shumë se kaq, kjo nuk është çështje numrash. Kjo është çështje e një transformimi që ne kemi bërë të mundur së bashku.
E një transformimi që nuk është thjesht një raport gjinor brenda Partisë Socialiste, por është transformimi që ka pësuar Shqipëria fal përfshirjes masive të grave dhe të vajzave në të gjitha nivelet e vendimarrjes. Unë besoj fort që Shqipëria që ne trashëguam në buzë thumnerës kishte një problem shumë të madh ndër të tjera, sepse qëndronte në një këmbë. Nuk e kishte këmbën tjetër. Sepse nuk e kishte gruan dhe vajzën në dispozicion njësoj si burrat dhe djemt të zhvillimit saj. Partia Socialiste kishte vetëm 12% gra. Sot ka 40% gra. Po ne nuk duhet të ndalemi këtu. Ne duhet ecim me të njëjtën vendosmëri derisa në Partinë Socialiste të kemi 50% gra dhe vajza. Madje unë besoj që më e mira do jetë që të kemi një më shumë se sa burrat dhe djemt. Sepse çfarë ndodh brenda nesh, çfarë ne arrim në këtë familje të madhe politike, reflektohet pastaj në çfarë bëjmë në qeverisjen e vendit, në çfarë bëjmë në qeverisjen vendore. Ne kemi arritur që t'i imponohemi të gjithë politikës shqiptare duke i kthyer në ligje ato që në partinë tonë i kemi bërë si rregull për njëri tjetrin. Dhe prandaj sot ne kemi 50% gra dhe vajza në këshillat bashkiake. Prandaj sot në parlamentin e Shqipërisë ka shumë më tepër gra dhe vajza se ç'kishte kur ne morëm detyrën dhe parlamenti duke si një odë otomane. Prandaj sot në qeverinë e Republikës Shqipërisë për të disatin vit rresht ne kemi një raport gra, vajza, burra, djem që na vë në 500 e parë në listën e Kombeve të Bashkuara. Prandaj sot ne kemi më shumë gra dhe vajza se sa burra dhe djem në nivelet drejtuese të administratës. Edhe në skuadrën kombëtare të negociatave me Bashkimin Evropian, të cilën e drejtojnë një grua dhe një vajzë si krye negociatore dhe zëvendës krye negociatore, ne kemi më shumë gra dhe vajza se sa burra dhe djem. Kjo nuk është për të thënë që burra dhe djemt vlejnë më pak, përkundrazi. Por kjo është për të thënë që gratë dhe vajzat i japin tonin dhe i japin seriozitetin gjithë përpjekjes tonë. Me korrektesën e tyre, me vullnetin e tyre, me durimin e tyre. Dhe unë jam shumë krenar që ne kemi 71 gra dhe vajza në skuadrën kombëtare të 11 majit, por më e bukura është që në listën e mbyllur, ndryshe nga këneta e burrave, ne kemi 52% gra dhe vajza. Dhe prandaj unë besoj që arsyet e grave dhe të vajzave për të votuar masivisht për Partinë Socialiste në 11 maj janë më shumë se sa të burra dhe të djemve. Edhe për faktin sepse duke votuar Partinë Socialiste, gratë dhe vajzat do të vazhdojnë ta mbështesin këtë kurs emancipimi, këtë kurs transformimi europian të Shqipërisë. Nuk mund të jetë Shqipëria peng i partisë së Ilir Vrenozi. Ju e pat Djen Korç. Ilir Vrenozi është njëshi i vërtet i palës tjetër. Gjua e tij është programi i vërtet i palës tjetër. Brutaliteti i tij është sinqeriteti i maskuar i palës tjetër. Asgjë tjetër nuk vlen sa ajo që
u shfaq Djen Korç. Me të gjithë brutalitetin dhe me të gjithë vërtetësinë e vet. Një sallë e egzaltuar nga fjalori ekstrem. Një sallë e egzaltuar nga diçka që shpërfaqi të gjithë hipokrizinë e ta ashtu quajturës Shqipëri madhështore. Në fakt është një kënet madhështore. Por ajo çka ka rëndësi sot për ne të gjithë bashku është të kuptojmë deri në fund thelbin e 11 majit. Patjetër që fal punës së përbashkët që kemi bërë me Ervinin dhe me kryetarët e tjerë të bashkive, ne sot kemi një qark Berati që është tërësisht i transformuar. Patjetër që Berati i 1 milion turistëve ishte diçka që nuk ta rrokte imagjinata kur për të ardhur në Berat nuk kishte rrugë. Se kështu e kemi filluar ne punën. Nuk kishte rrugë. Ju e dini shumë mirë, nga Lushnja në Berat ishte një monopat, nuk ishte më një rrugë. Ju e dini shumë mirë se sa pak dyer kishte për trokitur, për të qëndruar një natë në Berat. Ndërkohë që sot po hapen dyer pas dyersh, pas dyersh, pas dyersh. Dhe po ndryshon në përmbajtje ekonomia vendore, sepse të gjitha ato rënoja të deridjeshme po kthehen në burim të ekonomisë familjare. Dhe nga burimet e ekonomisë familjare gjitha së bashku janë një forcë e shtuar e ekonomisë vendore. Dhe prandaj sot në Berat kemi edhe kaq shumë vepra publike. Prandaj sot në qarkun e Beratit kemi edhe kaq shumë prodhim, kemi kaq shumë eksport, kemi kaq shumë pika grumbullimi dhe përpunimi, kaq shumë agroturizma që vetëm do të shtohen. Por për te gjitha këtyre që janë tema të një fushate elektorale, për te gjitha atyre që kanë bëjnë drejt për drejt me njerëzit, për te fakteve kokfortat qeverisje son, që kur morëm detyrën kishim një Shqipëri me një prodhim përgjithshëm më pak se 10 miliardë euro, vitin 2024 e mbyllëm me 25 miliardë euro, kemi të gjitha arsyet të jemi të bindur që në Shqipëri 2030 prodhimin e përgjithshëm ta kemi të paktën 33 miliardë euro, që kur morëm detyrën kishim një pagë mesetare në sektorin publik 370 euro, dhe e mbyllëm vitin 2024 me 1.000 euro pagë mesetare në sektorin publik, me 950 euro pagën mesetare të mësuesve, dhe kështu me radhë. Të ardhurat për frym që ishin 3.000 euro e diçka më shumë, dhe sot janë 10.400 euro. Të gjitha këto janë shumë të rëndësishme, siç janë të rëndësishme ato që kemi bërë në mënyrë të posaçme për gratë, për vajzat dhe në aspektin e politikave, dhe në aspektin e mbështetjes për nënat e reja, bonusin e bebes, që kemi dhënë për mbi qerek milioni bebe, por që tani do ta transformojmë nga një bonus që jepet një çek në momentin e lindjes, në një mbështetje financiare të përmuajshme 2, 3 dhe 5 vjet sipas numrit fëmijëve. Mbështetjen me pagesën e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për nënat kryefamiljare me 3 dhe më shumë fëmijë, që të mos humbin asgjë nga pensioni i tyre nesër për faktin se nuk shkojnë dot në punë për shkak se kanë fëmijë të vegjël për të rritur dhe kanë shumë. Apo ato që kemi thënë dhe kemi në program të 4 vjeçarit të ardhshëm, dyfishimin e mbështetjes për nënat e fëmijëve me aftësi speciale. Të gjitha këto janë shumë të rëndësishme. Ashtu sikundër është shumë e rëndësishme edhe ajo që do të bëjmë me të gjithë infrastrukturën kombëtare. Ka ardhur tani momenti jo vetëm i akseve të mëdha kombëtare që na lidhin me rrjetet europiane, korridori blu, korridori 8, por edhe i hekurudhave më në fund. Siç është
kur vjen puna për infrastrukturën dhe çfarë e prek drejt për drejt, qarkun. Rruga Berat Poliçan Skrapar që lidhet me Përmetin. Me Ervinin kemi vizituar rrugën Ballaban, rrugën e Berat Ballaban, që është një tjetër aks shumë i rëndësishëm për zhvillimin e bujqësisë, për zhvillimin e agroturizmit. Por 11 maj është për te i këtyre, të dashura shoqe, motra. 11 maj është më shumë se sa një palë zgjedhje. Ne kemi bërë së bashku një rrugtim relativisht gjatë. Ne kemi fituar së bashku 9 palë zgjedhje. Këto janë të 10-at. Do t'i fitojmë, por do t'i fitojmë me notën 10. Nuk është fjala për të marrë një shumicë aritmetike për Partinë Socialiste, sepse këtë ne do ta marrim. Këtu është fjala për të shkuar përtej kufirit të Partisë Socialiste. Këtu është fjala për të krijuar një shumicë më të madhe, një shumicë më të fortë, një shumicë më të bashkuar, sepse këto zgjedhje janë një takim me historinë. Ndodhin shumë rrallë takimet me historinë. Mund të ndodhi që në të gjithë jetën tënde nuk t'jepet mundësia. Ne, shqiptarëve, na është dhënë mundësia 2 herë të zgjedhim për historinë. Një herë në vitin 1992, kur masivisht shqiptarët votuan Partinë Demokratike në atë kohë dhe morën një vendim që nuk kishte të bënte thjesht me atë parti. Shumica e atyre që votuan atë parti nuk është se vërtet ishin me atë parti. Por ama ajo parti ishte e vetmi adres në kohën dhe në vendin e dur kur Shqipëria dhe populli shqiptar duhet mbyllte një kapitull gjatë të historisë. Dhe duhet hapte një kapitull 3. Duhet mbyllte historinë e sërzgjatur të izolimit nga Europa dhe duhet hapte kapitullin e bashkimit me Europën. Pak muaj më vonë, shqiptarët masivisht votuan kundër Partisë Demokratike në pushtetin vendor, pastaj 2 vjet më vonë e shkatruan fare projektin e çmendur të kushtetutës së re, që u rrëzua me referendum, por ama kjo nuk e ndryshon thelbin e atij takimi me historinë në 92-shin. Në 11 maj është një takim i dytë me historinë, sepse në 11 maj na ka ardhur fati e ka sjell për ne që ne të bëjmë histori me një votë. Fati e ka dashur që ylli i fatit tonë europian dhe ylli i fatit Bashkimit Evropian të rreshtohen në një vit drejt. Fati e ka dashur që të gjendemi ne në këtë moment këtu, kur jo vetëm Shqipëria si gjithmonë do të hyjë në Bashkimin Evropian, por edhe Bashkimi Evropian do që ta marrë Shqipërinë brenda. Fati e ka dashur që ne të gjendemi pak nga finishi, tek pragu, tek ai prag që hyj. Shqiptarët e kanë ndëruar dhe e kanë kërkuar prej shekush. Tek ai prag që na ka përcaktuar si destinacion profeti i historisë tonë kombëtare, Skënderbeu, kur i vuri gjoksin Europës dhe përcaktoi për ne se vendi ynë është në Europë, jo në Azi. Dhe pastaj me radhë, gjenerat pas gjenerate, shekull pas shekulli, shqiptarët e përcollën përmes shumë torturë, sfilitjesh, poshtrimesh, rrëzimesh, këtë profeci, që rilindasit tanë e kthyen në amanet, duke na lënë të shkruar, dielli ynë lind andej nga Perëndon. Dhe pastaj të tjerë me radhë, deri kur u përmbys diktatura dhe pa pasur një udhëheqës, pa e marrë si porosi nga askush,
populli e formuloi vetë thirrjen e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Dhe sot ne, populli shqiptar, gjendemi përpara derës së Europës që duket njësoj siç duket fundi i këtij bulevardi, kaq afër. Bashkimi Evropian na ka dhënë kalendarin në tavolinë. Na ka thënë 3 vjet të punojmë së bashku, pa pushim, ditë-natë, për të mbyllur negociatat për antarësim. Në 2027 kemi filluar vjet. Ta respektojmë. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Mirë. Po flisnim për negociatat, edhe duhet ta dini që negociatat janë mbi 250.000 faqe, janë norma, standarde, rregulla, ligje që mbulojnë të gjithë spektrin e funksionimit një shteti, sepse për të qenë shtet antar i Bashkimit Evropian, ti duhet të përmbushësh të gjitha këto norma, këto standarde, këto rregulla, këto ligje që janë në trupin ligjor të Bashkimit Evropian. Dhe për këtë arsye diskutohet që nga ekonomia tek drejtësia, tek tregjet, tek konkurenca, deri te mjedisi, te ujrat, te zogjt, te peshqit, të gjitha. Janë 1.000 njerëz në zyrat tona që punojnë çdo ditë. Janë 1.000 njerëz në zyrat e tyre që mbulojnë të gjitha këto grupe çështjes. Dhe diskutohet për çdo njërin prej tyre, merren angazhime, bie dakord që po, dakord, do ta marrim, do ta bëjmë këtë. Dhe duhet vim në Shqipëri dhe t'i kalojmë këto të gjitha në sitën e vendimarrjes dhe t'i kthejmë në norma, në standarde, në
rregulla dhe në ligje. Për këtë arsye na duhet forcë, na duhet një fuqi e madhe vendimarrëse, që mos të kemi nevojë që të shkojmë dhe t'i kërkojmë kënetës mirëkuptim e parafytyroni apo se parafytyroni. Deri në 2027 ne duhet jemi si sahat zviceran. Sepse ajo historia e zgjerimit e integrimeve të vendeve tjera ka treguar dera asaj shtëpie nuk rri hapur. Nuk është shtëpi që mban derën hapur. Ti mund të trokash sa të duash, nuk hapet. Ajo derë hapet kur atyre që janë brenda të 27-ve ju intereson dhe bie në një mendje. Ju e mbani mend sa herë ka ndodhur që ne e kemi marrë rekomandimin nga qeveria e tyre, që është Komisioni Evropian, që të hapim negociatat. Por ajo derë nuk është hapur, se njëri aty brenda, herë njëri herë tjetër, jo po se shiko se është dhe kjo është dhe ajo, sepse ata kanë interesat e tyre. Prandaj ata e hapin derën kur atyre ju intereson, por ama ti duhet jesh gati. Ti duhet i kishe plotësuar kushtet. Dhe mbyllin derën kur ata kanë të tjera çështje. Sot përsëritet shpesh, ju e dëgjoni, qa është kjo histori me Edi Ramën që thot më jepni mandat në 4 t'ju fus në BE, kur nuk i mjaftuan 12 vjet. Dhe kjo ka një shpjegim shumë të thjeshtë që është përtej meje. Është përtej gjithçka që ne kemi bërë. Dhe shpjegimi është ky. Po mirë, dakord. Nëse kjo nuk ka ndodhur sepse ne nuk kemi qenë zot, atëherë po Malizi. Malizi ka hapur negociatat përpara se sa ju të më mbështesit mua dhe unë të bëhesha kryeministër. Në 2012. Pse nuk ka hyrë në Bashkimin Evropian? Po Serbia që i ka hapur negociatat në 2014, kur ne akoma s'kishim marrë statusin e kandidatit, dhe ne na shikonin si delen e zez. Kur na takonin vetëm për të larë gojen. Na dëgjonin me bezdin e ati që bezi pret që të mbarosh. Shqipëria s'ishte kërkund. Ku është Serbia sot? Pse s'është Bashkimi Evropian, po është mbrapa nesh? Po Maqedonia e Veriut ndroi emër. Në 2005 është bërë kandidate. Është shumë mbrapa nesh, s'ka hap akoma negociatat. Ne i hapëm negociatat vjet dhe sot jemi tek pragu krah për krah me Malin e Zi. Sepse dera është hapur sot. Dhe dera është hapur jo thjesht se ne jemi gati, por sepse dhe ata janë gati. Ama jo derë si që hapet mund mbyllet. Dhe nëse ne nuk e kapim 2027, nëse ne nuk i bëjmë detyrat si që janë të përcaktuara në kalendar, ne nuk kemi justifikime dhe ata nuk na presin. Gjërat mund ndryshojnë, interesat e tyre mund ndryshojnë, edhe në moment caktuar mbyllet dera dhe më besoni, mund të mbetemi jashtë BE-s edhe për 15 vjet tjera, se ju ka ndodhur tjerëve. A ka logjik për një njeri normal që arsyeton që këtë gjë kaq të madhe, këtë moment historik, këtë mundësi historike, këtë përgjegjësi historike që të bie mbi supe do s'do ti, dhe që ka ta ndiset tek një vot e jotja, ti ta shpërfillësh se nuk të pëlqen Partia Socialiste, se nuk të pëlqen Edi Rama, se kështu e se ashtu, se kjo e se ajo, apo kulmi fare se të tërheq këneta. Duke qenë prind, duke pasur fëmijët që nesër ke mundësin të japësh këtë pasaport. Ti lësh fëmijët pa këtë. Ta pengosh Shqipërinë, ti mbylli negociatat. Se nuk do. Edi Rama. Edi Rama është sot, nesër s'është. Vjen një tjetër, vjen një tjetër, vjen një tjetër.
e vetmja që ngelet gjithmonë është Shqipëria. Dhe Shqipëria është mirë, apo s'është mirë, në varësi nga vendimet që marrim ne. Dhe ky është rasti për të marrë një vendim që Shqipëria jo t'jetë mirë, por t'jetë shumë mirë, që Shqipëria t'jetë një Shqipëri e re, që Shqipëria t'jetë vërtet zonjë e ulur në sallonin kryesor të Bashkimit Evropian. Dhe që shqiptarët mos jenë më një popull i dorës dytë, mos jenë më qytetarë dorës dytë, mos jenë më të huaj në kontinentin ku banojnë dhe nuk banojnë në periferi, banojnë mu në zemër të kontinentit, në qendër, kërthiza është këtu. Dhe jemi të huaj. Shkojmë në Bashkimin Evropian në nxjerrin anash. Na vënë në një rresht tjetër e fillojnë pyetjet. Ku po shkon? Pse po shkon? Kush t'ka ftuar? Sa do rrish? Ke lek me vete? E pastaj vjen ajo pyetja e tmerrshme, kur do ikësh? Sepse je i huaj. Kur çojmë fëmijët për studiuar jashtë, sa do të zot të jenë fëmijët shqiptarë, prindit duhet paguajnë 10 fish që ata të studiojnë jashtë, sepse janë të huaj. Ndërsa me këtë pasaport, do shkojnë studiojnë dhe do paguajnë eksaktësisht njësoj si studentët evropianë. Kjo është një anë. Ana e drejt për drejt. Ana e drejt për drejt që lidhet me ata që janë jashtë. Me ata që janë në Greqi, ju keni plot miq, shok, të afërm, familjar, ndoshta motra, vëllezër në Greqi, që e kanë sot ankthin e madh, mbas kaq shumë vitesh punë, do ju njihet as do ju njihet pensioni. Dhe kërkojnë që ne qeveria të bëjmë çmos. Dhe ne po bëjmë çmos. Por është një marrëveshje e vështirë. E mbyllëm më në fund me Italinë, mbas shumë vitesh. Me Greqinë është shumë e vështirë, se janë shumë shqiptarët atje. Greqia s'ka fuqinë e Italisë. Megjithatë, ne po punojmë me ta. Por ama, nëse shqiptarët marrin këtë pasaport, e dini çfarë do të thotë kjo për ata që janë jashtë? Njohja automatike e pensioneve, leja automatike qëndrimi, të drejtat barabarta me çdo kënd tjetër, sepse janë qytetar të njëjtës shtëpi të Bashkimit Evropian. Nuk kanë nevojë më fare për pasaport greke, italiane, spanjolle, nuk kanë nevojë. Ju duhet ajo pasaport vetëm për një arsye, nëse duan të bëhen kryeministra e ministra në Itali e në Greqi. Se me këtë pasaport mund të zgjidhen në këshillat bashkiak, në këshillat komunal, mund të bëhen kryetar bashkie, mund të bëhen eurodeputet shqiptar me banim atje, nëse marrin votat për të shkuar dhe në Parlamentin Evropian. Gjitha. Po në nivelin kombëtar, po flisnim për Beratin, po flisnim për qarkun, po flisnim për zhvillimin rural, për bujqësinë, për agroturizmin. Në gjithë këto vite, mjafton t'i takoni të gjithë ata që sot janë bërë emra, që eksportojnë, që prodhojnë, që janë bazë mikpritjes tu dhe t'i pyesni si bët këto. Dhe do t'ju thonë 90% e tyre i kemi bërë me mbështetjen që qeveria na ka dhënë përmes programit të Bashkimit Evropian. E dini sa është e gjithë shuma që ne kemi marrë dhe kemi bërë kaq shumë punë nga Bashkimi Evropian? Shumë më pak se 200 milion euro në total, gjithë të vite, për këto punë. E dini sa marrim ne nga ajo shtëpi, po u bëm pjesë e asaj familje në vit, vetëm për këto punë, për bujqësinë e për fshatin, 300 milion euro. Tani, më falë, po je bujk, je fermer, je prodhus, je agropërpunus, do të hapësh një bujtin, do të bësh një agrobiznes, do të bësh, nuk e di, çfarë do qoftë në fshat. Dhe je me kënetën. Je me kënetën. Ke një vot. Tani për çfarë do të harxhosh atë vot? Do të harxhosh vot se ke mall për bufin
kur akoma nuk ishte rrjedhur? Apo do ta investosh atë votë që ajo që ti do të bësh konkretisht të ketë një shans më shumë, sepse Shqipëria do ketë shumë më tepër mundësi të gjendet ty. Për ça? Për ça? Për të quar deputet në parlament këta, nuk e ditë, se pyesja Ervini se më thoshe sa emra, unë as nuk i njoh ata, që i kanë sjell deputet tu. Që një eno. Një vazo arkeologjike që zin nga e kanë nxjerr. E kanë sjell tu për deputet. As vazo jo, qyp arkeologjik. Eno. Një pas, një vlerë. Zero. Fatorino nuk e vë ato. E kanë sjell tu drejtus. E për qa për enon? Unë them që këtu të gjithë do ta mendojnë, sepse është përgjegjësi e madhe në këto zgjedhje. Nuk është për mua, nuk është për karrierën time, nuk është për qeverinë, nuk është për shumicën, se këto ne, sigur t'isha unë këtu për këtë, s'do ishte prap ky hall, sepse aq vota ne i kemi. Më poshtë nuk bia. Problemi është për Shqipërinë që t'i japim një fuqi vendimarrëse që të mos të rolisemi me enot. Me enot e arkeologjisë politike. Dhe ana tjetër e medaljes është ta mbrojmë Shqipërinë nga një keqje shumë e madhe. Cila është e keqja më e madhe që Shqipëria ka pasur? Mungesa totale e barazisë para ligjit, gjithë jetën. Që kur është bërë shtet? Në daç me mbret, e në daç me diktator, e në daç me një palo president, që pati mbas diktaturës, bufi, atere, që futin burg kryetarën e opozitës. Shqipëria s'ka pas barazi para ligjit. Kur asnjëherë dikush i veshur me pushtet nuk është thirrur nga ndonjë prokuror. Ndoqëm të takim të zotit Rama me gratë dhe vajzat në qarkun e Beratit, kemi bëritu kështu në fund të këtij edicioni informativ. Për të informuar në çdo kohë me lajmet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, ufto të vizitoni faqen balkanweb.com, aty mund të ndiqni dhe News 24 në live stream. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë natën e mirë.